Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance i vlerësoi si progres bisedimet me Iranin pavarësisht se nuk u arrit asnjë marrëveshje gjatë fundjavës. Ata lëvizën në drejtimin ton, prandaj mendoj se do të thoshim se kishim shenja të mira, por nuk lëvizën mjaftueshëm larg, tha Vance për Fox News. Shtetet e Bashkuara dhe Irani zhvilluan 21 orë bisedime të drejtë për drejta në Islamabad gjatë fundjavës, në një përpjekje për të arritur në përfundimin e luftës në lindjen e mesme. Vance la të hapur se kur dhe nëse do të zhvilloheshin bisedime të mëtejshme. Pakistani nuk e dorë nga përpjekjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve SBA-Iran. Kryeministri Shahbaz Sharif deklaroi se përpjekjet janë ende në zhvillim, edhe pse bisedimet e fundit në Islamabad nuk arritën një marrëveshje përfundimtare. Kryeministri Sharif theksoi se armëpushimi aktual është rezultati i përpjekjeve të vendit të tij, duke shtuar se puna vazhdon për të adresuar disa çështje që mbeten të pazgjidhura. Ai e cilësoi procesin si delikat, por me progres të dukshëm. Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se nuk ishte i befasuar nga dështimi i bisedimeve midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit të zhvilluara fundjavën e kaluar në Islamabad. Duke folur në Berlin, kancelari Merz tha se pasojat e kësaj lufte do të ndihen për një kohë të gjatë edhe pas përfundimit të saj. Do të jetë një proces afatgjatë, do të vazhdojmë të përballim me ndikimet e tij, tha Merz. Në aspektin ekonomik, ai paralajmëroi për presione të konsiderueshme mbi ekonominë gjermane dhe familjet. Qeveria në Berlin po përgatitet për një periudhë të zgjatur vështirësisht, duke synuar të ruajë konkrueshmërinë ekonomike dhe të lehtësoj barën mbi qytetarët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin bllokadën ndaj Iranit. Komandanti i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, Brett Cooper, njoftoi përmes rrjeteve sociale se forcat amerikane ka ruajtur dominimin detar në lindjen e mesme dhe brenda më pak se 36 orësh nga fillimi i bllokadës e ka ndaluar plotësisht tregtinë detare me Iranin. Në një postim të veçantë, CENTCOM tha se shkatruesit e raketave të drejtuara nga Marina ishin të përfshira në operacion. Bllokada po zbatohet në mënyrë të paanshme kundër anijeve të gjitha kombeve që hyjnë ose dalin në zonat bregdetare ose portet në Iran, thuhet në deklaratën e Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qëllimi është të parandalohet Iranit të nxjerrë të ardhurat nga tarifat për kalimin në përngushtitës dhe të ulen të ardhurat e tij nga nafta. Departamenti Amerikan i Thesarit vendos të mos rinovojë lehtësimin e përkohshëm të sanksioneve për disa eksporte të naftës nga Irani në një lëvizje që synon të ruajë politikën e presionit maksimal ndaj Teheranit. Sekretari Amerikan i Thesarit Scott Bessent deklaroi muajin e kaluar se autorizimi i përkohshëm vlente për shitjen e naftës bruto dhe produkteve të naftës me origjinë iraniane që ndodheshin të ngarkuara në anije me afat deri më 19 prill. Sipas tij, kjo masë pritet të sillte shpejt rreth 140 milion fuqi nafte në tregjet globale. Rreth 1/5 milion fuqive naftë që konsumohen çdo ditë në botë kalojnë zakonisht përmes ngushtitës së Hormuzit. Hezbollahu libanez ka rënë dakord për një armëpushim me kusht që të gjitha palët përfshirë Izraelin ta respektojnë marrëveshjen. Nënkryetari i Këshillit Politik Televizjes Mahmud Komati tha se ne e pranojmë armëpushimin, por nuk do të lejojmë një përsëritje të skenarit të vitit 2024, kur njëra palë respektonte marrëveshjen ndërsa pala tjetër i shpërfillte detyrimet e tij. Më parë Shtetet e Bashkuara raportuan se Izraeli dhe Libani ranë dakord pas një takimi tripalësh të mbajtur në Washington të fillojnë negociata direkte në një datë dhe vend të dakorduar reciprokisht. Kremlini jep mbështetje të pakushtozuar Iranit për të zhvilluar energji bërthamore për qëllime paqësore. Deklarata u bë nga zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov në një intervistë për India Today. Irani, si çdo vend tjetër në botë, duhet të ketë të drejtën dhe kjo është një drejtë e pakushtozuar për energji bërthamore paqësore, u shpreh ai. Peskov theksoi gjithashtu se marrëdhëniet mes Rusisë dhe Iranit mbeten të forta duke cilësuar Teheranin si partner strategjik. Kina i ka bërtire Iranit të ndërmarr hapa për rivendosjen e lundrimit normal në ngushtitën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare në vend. Sipas deklaratave zyrtare, ministri i jashtëm kinez Wang Yi zhvilloi një bisedë me homologën e tij iranian, Abbas Arkagi, ku theksoi nevojën për garantimin e qarkullimit të lirë dhe të sigurt në këtë korridor jetik për tregtinë globale. Wang Yi u shpreh se ndërsa sovraniteti dhe siguria e Iranit në këtë zonë duhet të respektohen dhe mbrohen, po aq e rëndësishme është garantimi i lirisë së lundrimit për të gjitha vendet. Ai theksoi se ekziston një interes i përbashkët ndërkombëtar për mbajtjen e ngushtitës së hapur, duke qenë se ajo përbën një arterie kyçe për transportin e energjisë dhe mallrave. Në të njëjtën kohë, Kina ka shprehur mbështetjen për ruajtjen e armëpushimit dhe rifillimin e negociatave si rruga e vetme për uljen e tensioneve në rajon. Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se nuk ishte i befasuar nga dështimi i bisedimeve midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit të zhvilluara fundjavën e kaluar në Islamabad. Duke folur në Berlin, kancelari Merz tha se pasojat e kësaj lufte do të ndihen për një kohë të gjatë edhe pas përfundimit të saj. Do
Do të jetë një proces afatgjatë, do të vazhdojmë të përballim me ndikimet e tij, tha Merz. Në aspektin ekonomik, ai paralajmëroi për presione të konsiderueshme mbi ekonominë gjermane dhe familjet. Qeveria në Berlin po përgatitet për një periudhë të zgjatur vështirësisht duke synuar të ruajë konkurrueshmërinë ekonomike dhe të lehtësoj barën mbi qytetarët. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron se bota është pranë një krize energjetike. Paralajmërimi vjen në raportin e fundit për ekonominë globale, i publikuar në Washington gjatë takimeve të pranverës me Bankën Botërore. FMN parashikoi ulje në rritjen globale për vitin 2026. Vlerësimet zyrtare flasin për një rritje prej 3.1%. Skenari bazë parashikon një rënje të lehtë nga 3.3 në 3.1. Për Italinë, Fondi Monetar parashikon rritje me vetëm 0.5% për vitet 2026 dhe 2027, duke vendosur në fund të listës së bashku me Gjermaninë me 0.8% dhe një Britani në vështirësi. E gjithë eurozona është në presion me një rritje mesatare prej 0.7%. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, akuzon Fondin Monetar Ndërkombëtar për alarm të tepruar. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.